Në prag të kësaj Krishtlindje, do doja t'ju uroja përzemërsisht të gjithë besimtarët kudo qofshin gëzuar Krishtlindje 2025. Kjo Krishtlindje le të jetë një reflektim mbi jetët tona, edhe ylli i cili tregoi vendin në cilën lindë shpëtimtari, le të ndrisë shpirtin ton, dhe nëpërmjet kësaj rreze shprese të mund të gjejmë shpëtimtarin brenda nesh. Gjithsesi nga neve është ftuar që të njohë shpëtimtarin, të mund ta pranojë atë dhe të mund të besojë në planin e shpëtimit të Zotit. Lavdi Perëndis, edhe këtu në enorinë e Shën dhe Mitet në fshatin Shtrëmen, ne po përparojmë me hirin e Zotit në ndërtimin e kësaj kishe kushtuar të shetit Llazar. Kemi përparuar, por jemi në një fazë vendimtare, e cila është pjesa e soletës, gjithashtu dhe e kambanërisë, e cila kërkon mbështetjen e gjithsecilit. Kjo Krishtlindje, siç e dimë të gjithë, jo vetëm që është shpresë, por është një mundësi për të dhëruar. Është një mundësi për të gëzuar të tjerët. Unë për te gjithë dëshirës së madhe që kam për të ndihmuar këdo qofshin, fëmijë, moshë e tretë apo njerëz në nevojë, do doja të bëja një thirrje që le të ndihmojmë duke kontribuar që procesi në ndërtimin e kësaj kishe të mund të përmbushet me kontributin dhe ndihmën tuaj. Kam shpresë dhe besim se siç kemi përballuar çdo sfidë tjetër, edhe këtë sfidë do ta kalojmë së bashku, që me hirin e Zotit të mund të ta gëzojmë shtëpinë e Perëndis dhe të mund të shërbejmë në të. Gëzuar dhe për shumë vjet, Krishtlindje të bekuara.